Jemi rikthyer në studio duke bërë bisedën paraprake. Disa mirë është keq çdo javë një nutricionist në studio se përfiton nga koha për të bërë pyetje, për të marrë ca informacione, ndryshe edhe nga tema që ne mund të kemi zgjedhur të sillim sot në studio. E në fakt do flasim sot për produktet meksikane që gjejmë sigurisht në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi në Shqipëri e në Kosovë, vendi ideal për të bërë pazarët tuaja dhe unë vi pikërisht nga kuzhina ku ishim duke gatuar me produktet në Ranzi dhe mirëpres kështu nutricionistin pranë Institutit Kulinar në Ranzi, Alken Çuko, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetë. Dhe ne në fakt po flisni për mistrat. Po. Tema shumë interesante, produktet janë po aq interesante, kështu që ndër të tjera përveç se të na i përshkruash, na trego pak edhe mënyrën se si mund të bëjmë pjesë të tryezave tona, të gatimeve tona, të shijes son, se është një shije pak ndryshe, por dhe vlerat që marrin prej tyre, se besoj ka edhe shumë vlera ushqimore. Po, si çdo produkt që është i përbërë nga ato vlerat e tij ushqyese, pra një lloj ndërtuar domethënë në grupe të ndryshme. Dhe është pikërisht ajo linje që kemi përmendur, një linjë ndryshe nga çfarë kemi bërë deri tani, të marrim disa kuzhina të ndryshme të gjithë botës dhe të sillim ato dhe të përmendim nëpërmjet produkteve që në Ranzi sjell. Dhe në Ranzi në fakt gjithmonë ka pasur si qëllim apo që në fillimet e tij është munduar që të sillin nga gjithë bota disa produkte të cilat në Shqipëri ende nuk njihen shumë dhe ka bërë një pjesë apo le të themi ka qenë pioner i sjelljes së risive të reja. Dhe detyrimisht janë produktet të cilat ne edhe i përdorim në kuzhinën tonë, pothuajse shumicën për këtyre që kemi përmendur dhe kemi sjell sot janë produkte që përdoren, por në veçanti disa elemente të cilat janë paksa më të veçantë. Dhe kuzhina meksikane ka një veçanti sepse ka atë pikanten në fokus, por nga ana tjetër janë dhe produkte të cilat janë lehtësisht të treshur. Pra ndryshe nga kuzhina le të themi indiane apo kuzhina aziatike që ka disa shije më intensive, kuzhina meksikane fokusohet më tepër tek fibrat, tek aromat e freskëta, tek lehtëshmëria në tretje dhe gjithashtu në atëmi paksa disa produkte më krokante. Dhe meqenëse se nisim me krokante. Nisim, qëndrojmë aty. Nisim me krokante, vazhdojmë me krokante. Dhe prandaj kam sjell tacos, është paketimi këtu. Janë, le të themi, formë tortillash, por të realizuara me mielin e mistrit. Ndryshe nga, le të themi, buka tradicionale apo ato tortilla tradicionale, këto vinë në formën më krokante, kanë madje edhe formën siç tregohet në paketim. E kanë formën ashtu, vetë. Po, siç formën të tacos, po. Në këtë formë edhe vinë. Dhe nuk mund të themi shumë gjëra në sensin që mund të ndihmojë në le të themi një proces metabolik apo në një sindrom metabolike, por ama ka ato fibrat e shëndetshme nga mistri, ka ato vitaminat e rëndësishme, ka ato beta-karotenoidet që edhe mistri ka ato fibrat që janë dhe rezistente dhe na bëjnë shumë mirë për sistemin gastrointestinal, por jep atë elementin krokant që në një regjim ushqimor është shumë e nevojshme që të eksperimentojmë, të provojmë shije të reja apo edhe elemente të reja. Plus që të shëndetshëm e bëjmë ne edhe në momentin që zgjedhim me çfarë ta mbushim, pra aty bëhet shtohen vlerat. Pikërisht, po. Gjithçka është mënyra se si ne i konsumojmë, por duhet të kemi, ose në fakt duhet të marrim disa njohuri që ekzistojnë disa produkte të tilla të cilat nuk na e bëjnë të mërzitshme regjimin ton, por ama na e bëjnë paksa më zbavitës duke na lejuar të konsumojmë akoma edhe më shumë gjëra. Madje mund të jetë një element shumë i rëndësishëm për fëmijët të cilët i duan ai shumë kanë problem konsumimin e gjërave paksa normale që në familjet tona tradicionale zakonisht ne i konsumojmë apo i gatuajmë ditë për ditë. Dhe të sillat në këtë formë të tillë, atëherë ato ja bëjmë paksa më zbavitës edhe i lejojmë që të konsumojmë edhe shëndetshëm. Përveç tacosit, doja të flisja pak për baby corn, që është përpara ngjitur me jalapeñon. Jemi këtu, aty që kemi te fastulet. Baby corn nga vetë emri, pra Mr. Bebe. Mr. Bebe janë të vegjël. Janë misra shumë të vegjël dhe ndryshe nga misri normal që ne konsumojmë, nga vetë emri ai kultivohet në fazat e para të mbirjes së vet. Pra, në momentin që formohet filizi dhe qel dhe formohet pjesa e kokrave të mistrit, ai kultivohet duke mos e lejuar që të prodhojë atë nisë shtend që ne zakonisht e gjejmë tek mistri normal, duke i bërë edhe ato fibrat paksa më të vështira për të tretur, sepse mistrin i rritur, domethënë në krahasim nga mistri baby corn,
ka diferencën e karbohidrateve, që është amidoni, pjesa më e madhe përbërëse, por edhe fibrat që janë paksa më të vështira për të tretur. Dhe kjo dallohet shumë mirë në momentin e konsumimit të saj, që mund të kemi diskomfort, mund të kemi fryrje, mund të kemi problematika të cilat janë të parehatshme. Dhe baby corn në fakt është një metodë shumë e mirë për t'i dhënë pjatës volum. Dhe nëse lexojmë paketimin nga mbrapa, ka vetëm Po, mund ta marrësh ndërkohë, po. Ka vetëm 31 kalori për 100 gram, çfarë bën atë një element voluminoz, pra të ulët në densitet kalorik, por të lartë në densitet nutritiv. Dhe pastaj dhe pjesa estetike, sa të këndshëm janë kur i sheh dhe mund t'i vendosësh dhe mbi një sallatë. Po, pse jo mbi tacos? Po, tamam vërtet e shikon, se ushqimi shkon në origjinën e vet, kështu që jo më kot janë të ndërtuara të kësaj natyre. Gjithashtu është një burim shumë i mirë i vitaminave të ndryshme si kalium, magnez, të cilat janë mjaft të rëndësishëm për sistemin kardiovaskular, por dhe magnezi nga ana tjetër që është në 300 reakcione të ndryshme që do duheshin 30 emisione të ndryshme për magnezin. Dhe meqense flasim për kombinime ushqimesh, atëherë nuk ka një tacos të ndërtuar, pa përdorur një salcë të caktuar dhe sriracha, tabasco sriracha është një prej atyre salsave. Kjo është një martesë ndërmjet kuzhinës aziatike dhe kuzhinës meksikane, sepse tabasco nga Meksika dhe sriracha nga origjina aziatike, e bëjnë atë një element mjaft të rëndësishëm duke kombinuar të ëmblëm, por edhe me pikanten, dhe duke na dhënë atë kapsaicinin që është elementi kryesor për bërës i specave, të cilat na aktivizojnë metabolizmin, na ulin paksa të dëshirën për të konsumuar tepër yndyrë edhe tepër krip, dhe duke paksa çuditshëm, por është e vërtet, kur konsumojmë pikante, dëshira ka disa studime dhe tregojnë që dëshira për të konsumuar produkte të yndyrshme edhe të kripura reduktohet pak, ulet. Gjithashtu ndihmon në metabolizmin e karbohidrateve, por edhe ndihmon në funksionimin të mëlçisë duke ndihmuar dhe në termogjenezën. Pra, ai efekti termik që ne kur konsumojmë ushqim na rritet paksa temperatura e trupit. Dhe ky në fakt shpenzon kalori, janë le të themi të limituara, por që çdo kalori vlen në fund të ditës. Patjetër, ndryshe nuk do numëroheshin nëse nuk do vlente. Produktet e tjera janë fasulet. Okej, këto po i marrën se i kam afër, kështu që thjesht që t'i shohim pak edhe. Okej. Të cilat ne i kemi edhe në traditën tonë, por ndryshimi i fasuleve meksikane në paketim të tillë është salca që ato janë të marinuara me erza tipike meksikane, të cilat i japin atyre një shije shumë të mirë. Madje është dhe një produkt shumë divers, sepse na ofron proteina të shumta dhe në fakt fasulet quhen proteinat e të varfërve, por që në fakt nuk janë proteinat e të varfërve, janë proteina goxha cilësore, të cilat deri diku kompensojnë dhe proteinat shtazore në kombinim me produkte të tjera të cilat ne edhe i kemi në tavolinë. Këto janë gati, thjesht i marrim, i ngrohim ose mund t'i përdorim edhe për në një direkt, edhe pa i ngrohur mund t'i konsumosh me një herë. Në punë, me vete, çop, iku drejt. Edhe paketimi praktik që mund të ketë diku te 200 disa gram, të cilat e bën atë një sasi të menaxhueshme për të konsumuar. Kështu që ne bëjmë një tip peshore me vete, me pak fjalë. Meqense folëm dhe për pikante dhe për fasulet, flasim për specat jalapeno, të cilat janë paksa... Çfarë janë ato? Speca jalapeno. Okej. Janë speca tipik meksikan, të cilat janë shumë djegës, por në këtë version që ne i kemi sjell ato janë të marinuara. Çfarë japin dhe pak një ëmbëlsi shumë të veçantë, por nga ana tjetër dhe ato vlerë të ushqyese të cilat si sriracha apo tabasco ka të kapsaicinën. Por në fakt rekomandimi i specave jalapeno do ishte personalisht për t'i konsumuar pa i gatuar në mënyrë që mos i degradojmë ato vlerë të ushqyese. Pra, siç janë, mund t'i përdorim në sallatë, mund t'i përdorim në burger, mund t'i përdorim në tacos, mund t'i përdorim në tortilla apo dhe në poke bowls, në thonjzat me oriz basmati, perime të ndryshme dhe salca të ndryshme apo dhe erza të ndryshme. Kështu që janë goxha interesante dhe diverse për përdorim, por janë ai elementi i cili i jep pjatës atë efektin ekstra apo atë elementin ekstra e cila është shija, të cilën ne kemi paksa të vështirë për ta kompensuar me elemente ndryshme. Në momentin që bëjmë një pjatë të shëndetshme deri diku, është e vështirë për t'i dhënë atë shijen intensive, sepse kemi mungesën e yndyrës dhe normalisht kjo ka një lidhje sepse yndyra është le të themi ai tretësi i gjithë aromave, i gjithë shijeve, pra disa elementë janë më të tretshëm në yndyrë se sa janë të tretshëm në ujë, dhe kur kemi mungesë yndyre, atëherë këto shijet nuk ekstraktohen mjaft mirë nga produktet dhe ne ndonjëherë na duket sikur
pjata nuk ka shije. Por duke kombinuar erza pikante apo speca pikante dhe elemente të ndryshëm, atëherë këto shije ne mund t'i rigjallërojmë në thonjza në një përforme për ta bërë pjatën më vibrante në shije. Dhe e shijojmë, e pëlqejmë. Ecim se na ikën koha dhe unë dua që të shohim të gjitha. Janë tortilat përpara, të cilat kanë elementin e karbohidrateve, por kemi sjell 2 tortila, një që është realizuar me miell gruri dhe një që është realizuar me miell gruri dhe me miell misri, të cilat variojnë në varësi të qëllimit të përdorimit. Tortila që është realizuar me miell gruri është paksa më elastike dhe mund të përdoret edhe për të bërë takosa në pjatë, ndërsa tortilla e kombinuar dhe me miell misri është paksa më, le të themi, e brisht dhe do më shumë kujdes, por ka një teksturë ndryshe e cila më pas në varësi të preferencave të individit mund të përdori cilën do. Salcat dip, në fakt me salca dip është interesante sepse tortilën me miell gruri dhe me miell misri, në vend të atyre patetinave konvencionale që ne blejmë në supermarkete, janë ato takosat që marrim, janë pikërisht tortilat e prera dhe të skuqura në vaj. Vërtet e ke? Po. Por ne mund t'i bëjmë ato mjaft mirë në kushte shtëpiake, Kati mund ta realizojë në një emision të vetin. Mund t'i presim petat e tortilave në pjesë tërkëndore, mund t'i sprucojmë pak me spray gjalpi, i vendosim në furrë dhe kemi disa snacksa të shëndetshëm me literalisht gjysmat e kalorive që marrim nga patetinat. I ke shpëtuar prindrit në këto momente, se me takot po nuk e dija që edhe me tortilat ne mund të realizonim ato nachosat e famshëm. Dhe me këto mund t'i përdorim për t'i kombinuar me salsa dip, të cilat kemi 3, në Ranzi ka sjell 3 versione të ndryshme, salsën dip medium, salsën dip hot dhe salsën dip guacamole, të cilat 2 të parat që përmendëm, salsa dip medium dhe salsa dip hot, janë të realizuara me domate dhe me erza të ndryshme dhe me spec pikant, por një veçante e salsave, në fakt përdorimi i domates, ndonjëherë mendohet që nuk janë të shëndetshme, por likopeni që ndodhet në domate në momentin kur ai procesohet apo përpunohet, ai bëhet më aktiv nga një përpunim termik. Kështu që është më i aktivizuar dhe na jep më shumë vlera të ndryshme antioksidantesh. Gjithashtu dhe salsa guacamole, që është ajo avokado e famshme, ato acidet yndyrore. Erzat më pas që mund t'i përdorim janë erzat fajita. I marrim se i kemi në mes, edhe nuk na duan. Çfarë janë ato? Atëherë literalisht kjo është një paketim që mund të përmbajmë më tepër se 12 erza të ndryshme. Pra, ginger, tumerik, piperi zi, rozmarin, trumës koriander, fenel, etj. Okej, dhe e përdorim për marrime të ndryshme, për çfarë? Kjo është një erëz tipike që në Meksik përdoret goxha shumë, përdoret për marinimin e mishit të pulës, marinimin e mishit normal, marinimin e tortilave, në salsa të ndryshme, në oriz, apo dhe në fasule. Kështu që përveç se ka ato shijen tipike meksikane, por kombinimi i kaq shumë erzave të ndryshme na jep ne atë antioksidantet e tepërt që na nevojiten. Duke qenë se erzat i dim tashmë që janë alati më i mirë për sistemin tonë imunitar, duke ndihmuar qoftë sistemin kardiovaskular, qoftë zorrën e trashë, qoftë mëlçin, qoftë veshkat, qoftë lëkurën, qoftë syt, flokët etj. Jemi në sekondat e fundit, por ne do t'i përmendim edhe dy produktet. Uji kokosit, sriracha mayo, që vetëm shija. Është ngjashme me salcën tjetër që? Po, është ngjashme, por ka vaj soja, çfarë bën atë paksa më të veçantë dhe ne kemi sjell, në fakt kemi formate të ndryshme të saj, por ky format është i përshtatshëm për përdorim familjar. Dhe uji kokosit që ofron elektrolitet, kaliumi që është më rëndësishëm dhe zakonisht ne e përmendim hidratimin gjatësinë së verës, por gjatësinë së dimrit në fakt është edhe më i rëndësishëm, duke qenë se e ulim, le të themi, konsumimin e ujit. Kështu që uji kokosit është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar akoma më mirë në pak sasi të ujit që konsumojmë. Sepse e rëndësishme nuk është vetëm konsumimi, por sa hidratohemi nga ai që konsumojmë. Po, në vërtetë. Dhe në fakt për këtë temë ne përgjithsisht flasim në verë dhe harrojmë që në dimër jetojmë po njësoj dhe duhet hidratohemi po njësoj pavarësisht temperaturave që janë më të freskëta. Alken, faleminderit shumë. Disa shumë interesante. Ja, mësuam shumë sot. Çfarë do bëjmë me tortilat? Herën tjetër pres të provojmë takos. Se s'bë, do të pres me takos me tortila kështu në duar. Faleminderit, ditë të mbar. Është kënaqësi. Shkojmë në publicitet tani. Emisioni do të vijojë në një material shumë interesant, do të vi nga terreni, nga gazetarja Jon Anilde Kaçaçi, por më shumë qëndroni me ne.